Pamjet që shihni janë gjithçka ka mbetur nga tregu i frutaperimeve në Lushnjë, pasi flakët përfshin gjatë natës strukturën ku tregtarët siguronin të ardhurat e tyre. Zjarri ra në orët e para të mëngjesit, ndërsa banorët e zonës njoftuan shërbimet zjarrfikse dhe policinë. Pas disa orësh ndërhyrje, forcat zjarrfikse arritën të izolojnë flakët, duke shmangur përhapjen e tyre në të gjithë tregun, por dëmet mbeten të mëdha. Mbulesa plastike e stabilimentit favorizoi përhapjen e shpejtë të zjarrit, ndërsa flakët dogjën thuajse të gjithë strukturën dhe produktet që ndodheshin në tezga. Na është shumë dëmi madh. Kemi pas gjëra të madh. Ku do t'i gjejmë ata lekët tona? Gati 3 miliona sa lek madh. Një ndjekur, ç'do të bëjmë ne? Policia ka nisur hetimet, ndërsa grupet e emergjencave civile në bashkinë e Lushnjës po evidentojnë dëmet e shkaktuara për secilin tregtar. Pati një ndërhyrje të menjëhershme dhe mbas fikjes së zjarrit, nga ajo që kemi konstatuar, janë rreth 10 tregtar të cilët janë dëmtuar nga ky zjarr. Nga ana e bashkisë po ngrihen grupet e vlerësimit të mallit dhe derisa të bëhet gati përsëri për të vënë në funksion ky objekt, ne do të gjejmë një mundësi për sistemimin e tregtarëve përreth kësaj zone në mënyrë që ata të kenë mundësi të vazhdojnë të ushtrojnë aktivitetin e tyre. Fillimisht dyshimet ishin për një shkëndijë elektrike, por hetimet parapraket kryera disa orë pas shuarjes së flakëve ngritën dyshimet forta se bëhet fjalë për zjarrvënie të qëllimshme. Megjithse tregu ishte i pajisur me kamera sigurie dhe ruhej me roje, identifikimi i autorëve është vështirësuar. Kamerat e vendosura pranë zonës së djegur nuk kanë mundur të fiksojnë momentin e zjarrvënies, pasi pamja është penguar nga çadrat dhe mbulesat që tregtarët përdornin për të mbrojtur produktet nga dielli dhe rreshjet.